politike që i bo Prishtinës në shkurtën e 2024-ës, ato dojnë në hendek, mund të themi... Edhe propozimi kryetarit përparim Roma që me që kompania pastrimi nuk ka kapacitet me imbulu të gjitha që... Po pastrimi nuk e thot të njëjtën. Kjo është një luftë që përdohet për kauzë politike. Po pastrimi s'po thot të njëjtën, po e vërteta është që kjo. E vërteta është që duhet me dalë për situatës. Prishtina nuk e mbaj mend që ka qenë ma keq me mbeturina as në 99-ën pas luftës. Dhe na jemi të rrezikuar. Qytetarëve nuk i intereson kush i ka fajt, ai ka pastrimi, ai ka komuna e Prishtinës. I intereson me pas kontenjerat e pastër. E na veç kontenjerat e pastër si kemi. PDK, LDK se tema... Po, mund të themi kryeshefi vjen nga një kryetari Partinë Demokratike, kryeshefi pastrimit. Ajo nuk mund të mohohet. Si 2013-ën PDK-ja kur në balotazh e rriti vetë vendosjen ja dha votën, për me mujtë Prishtinën, edhe që qëtash. Është një luftë politike që unë me ajca di që është prish koalicioni PDK me Ramën, nuk është taku asnjëherë kryetari përparim Rama me kryeshefat ndërmarrje publike, dhe kjo është shumë shqetësuese, por më shumë se një vit, dhe nuk është takuar me ta me planin vjetor dhe të punës. Veç kryetari përparim Rama e ka subvencionu kompaninë pastrime prej Artani, Artan Berisha. Jo, Iliriku ka qenë drejtori Shërbimit Publike. Ai ka qenë me koalicion, po jo ki po folë për NPB, ndërmarrjen publike banesore, ndërmarrjen publike banesore. Okej, jo, ajo nuk ka lidhje, po ndërmarrja publike pastrimi, krejt bre që kjo lufta ka fillu prej kryetarit Ramës kur e ka propozu që pëtën me shtidhe operator tjerë privat. O krejt luftar se në më të ka zgjedhje lokale. Po, jo, për mua shumë shqetësuese që se mës me shtidhe operator privat. Për mua shumë shqetësuese që Prishtina 26 vjet ne flasim për mbeturina dhe nuk kemi dalë për kësaj mendësie. Qytetarët nuk e kanë meritu qëto dhe asnjë në Prishtinë, në fund me votimin që ja ka dhënë kryetarit përparim Rama, kanë pas krejt planet e tjera parashikimet e tyre, që ne duhet me dalë për mendësisë e mbeturinave, të kanalizime, pra duhet të i kalu këto probleme, do duhet të jeshin të i kalushme dhe Prishtina ta merr të atë që e meriton. Qytetarët ta marrin atë dinjitetshëm, planet, zhvillimet në përmasat e tjera. Dhe ne kemi mbetur që 4 vjet qeverisje lokale me idenë e mbeturinave, ku mundet me pas shpërthim të epidemisë, unë për cilë dhe shëndetësi, unë kom po dhe mision për ju fletë për krye qytetin, deri në fund vitin e kaluar, dhe ne her pas here shpesh kemi filmuar mend të madhësisë sa një mace, se themi kushtimisht, në për krye qytet. Dhe kjo tregon pamjen e qartë se çfarë gjendje dhe kur ki të tillë, kur ki mas të madhe të brejtësve në kryeqytet, ki mbeturina enorme. Brejt s'ka dhe qytet e tjera. Mirë, nuk arsetohet. Pas luft se me qufë në shkollë dhe me pa mbeturina. Nuk arsetohet prania e brejtësve të madhe në hapësira të mëdhaja publike rreth zonave të banueshme. Ajo shkakton epidemie dhe shkakton sëmundje. Rregull. Unë po du me pa veç për një këndvështrimi tjetër. Me mbeturina është mënyra ma e letë me shantazhu dikant. Vetëm 2 ditë mësë me mbledhë mbeturinat, Prishtina ngolfatët, na duhet me qenë shumë realist. Rrugët, për shambull, në Prishtinë s'kanë qenë kur matë pastërta. E tash, a i pastrën e njëta kompani, a jo, nuk e di. Po kur u prishën me PDK-n, 3 ditë mbetëm njëtën situatë, edhe drejtori... kompania pastrimit ashtë po kërka një farborqi prej komunës. Komuna po thë që s'ka kontrat me ta. Në kushte normale, kur ti s'ki kontrat me kompanin tjetër, ose me individin, ti nuk ki bërë qëndartina. Edhe si pas juve ko problemi? Si pas meja? Si pas meja problemi është dy partë. Edhe të pastrimi, edhe të komuna, sepse ata kanë përgjithësi moralet paktën. Ndaj qytetarë. Ndaj qytetarëve, sepse na i kemi votu paktën beturina mësë me pas... Preqetësisë të qytetarëve që kemi arë në pikë të verës, dhe një situatë në gjashme ka qenë edhe vjetë, që për mu qëfar pasqyre është, kur as 100 metrë afër komunës, është një kontener dhe ki fund beturina me mengjez që ato. O mirë, e qka ju thujnë ata komunar, tu i pa që ato mbeturina... Qka ju thojnë ata komunarë dhe kryetarë dhe gjithë shka zyrtarë të tjerë që punojnë njëmë përgjegjës, kur presin delegacionë dhe kur presin mësafir të huaj, kur mbeturinat i ki paraderës, që ajo i thuhet mbeturinat paraderës. Mu më vjen shumë keq, më shpesh të edhe gjithë më në mendoj të esë rrugët kryeshtit së harim në Tiranë, shpar përshtipi i dojmë njëve ambasadave të huja edhe delegacionë dhe gjithë kush që vjen vizit, kur e shohin gjendjen tonë. Në vitin 2025, hala me u diskutu mbeturinat është kul, mirë. Njëve na mungon plus një përgjithësi.
është një përgjigje kolektive. Na, në kushte normale, ishtë dash me diskutu për riciklim, ishtë dash me pas